Rasti i dronit detar të tipit Ukrainas që u gjet pranë Lefkadës, i mbushur me eksploziv, vijon të krijojë debat në Greqi. Sipas reportazhit investigativ të televizionit Star, autoritetet greke po përqendrojnë hetimet në 2 porte nga ku dyshohet se mund të jetë nisur mjeti ushtarak, portin e Vlorës në Shqipëri dhe portin e Mistratës në Libinë perëndimore. Të dyja zonat konsiderohen pika me interes strategjik për lëvizjet në Mesdhe, ndërsa për Libinë përmendet edhe prania e ekspertëve ukrainas të dronëve dhe personelit ushtarak. Autoritetet greke po përpiqen të kuptojnë në rrugën që ndoqi droni, mënyrën se si përfundoi në detin Jon dhe nëse objektivi i tij ishte një autokolon ruse anijesh që lëvizte ditët e fundit në Mesdhe. Pamjet satelitore që publikoi TV Star tregojnë lëvizjen e anijeve ruse në jug të Kretës dhe Maltës. Analistë ndërkombëtar dhe ekspertë të sistemeve pa pilot vlerësojnë se droni mund të ishte projektuar për të goditur këto anije në ujërat ndërkombëtare. Sipas specialistit Vangelis Xafakis, bëhet fjalë për një torpedo të telekomanduar sipërfaqësore, e aftë të shkaktojë dëme shumë të mëdha. Mjeti i gjetur në Lefkad identifikohet si dron detar ushtarak i tipit Magura V5 dhe sipas raportimeve mbante rreth 100 kg eksploziv, sasi që ekspertët thonë se mund të dëmtonte rënd edhe një anije të madhe. Hetimet e rojës bregdetare greke vazhdojnë edhe për mënyrën se si u zbulua droni. Sipas dëshmive të peshkatarëve që e tërhoqën në portin e Vasilikit, 2 bullgarë që peshkonin në shkëmbin të zonës së Dukatos e pan të parët objektivin në det dhe ndihmuan për ta nxjerrë. Autoritetet po shqyrtojnë tani nëse ata janë marrë në pyetje si ndodheshin në atë pikë dhe nëse ndodhen ende në ishull.